Nëse hani misër të pjekur, bëni mirë ta dëgjoni këtë lajm para se të jetë vonë për ju. Gjatë stinës së verës, mjafton një kalli misri për të ofruar momente të veçanta të kënaqësisë. Misrat e pjekur ose kokrat e misrit të zgjerrë të lyer me fare pak gjalp nuk kanë të krahasuar. Prej kohësh, misri i verdhë është të përçmuar nga njerëzit që i friksohen karbohidrateve. Në këtë video do ju sjellim të gjitha vlerat që përfiton organizmi nga konsumi i misrave, qoftë të pjekur, të zier ose të gatuar në forma të ndryshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Misri është i pasur me vlera të larta ushqyese, çka mund të sjellë një sër përfitimesh të mira për organizmin dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Sipas të dhënave të cilave u referohemi sipas Healthline, konsumi i misrit, pavarësisht ngjyrës, është i pasur me ushqyes fantastik për organizmin, siç janë për shembull antioksidantët beta-karoten, lutein, të cilët mund të luajnë një rol të veçantë ushqyes për mbrojtjen e shëndetit. Karotenoidet janë të dobishme përpara ndalimit në sëmundjeve të syve, ndaj thuhet se karrotat ndihmojnë shumë në shikimin e errësirë. Misri përmban gjithashtu vitaminën B, shumë e rëndësishme kjo për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, shtimi i misrit në vaktet tuaja ditore do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të trupit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Misri ka më pak sheqer se molla. Misri i verdhë është i ëmbël, ndaj supozohet se ka shumë sheqer, por një kalli misri përmban të njëjtat kalori sa molla dhe më pak se 1/4 e sheqerit që përmban ajo. Ndaj shtimi i misrave në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Misrat janë ushqim për bakteret e mira të stomakut. Misri i verdhë ka një sasi të lartë të fibrave të patreqme, të cilat i bëjnë shumë mirë edhe sistemeve tuaja të stomakut, duke i ushqyer bakteret e mira siç janë probiotikët në stomakun tuaj. Misri nuk përmban gluten. Shumë njerëz të cilët kanë tolerancë ndaj glutenit, misrin mund ta kenë në një përzgjedhje të mirë të dietës së tyre. Në forma të miellit, misri përdoret gjithashtu edhe në përgatitjen e makaronave pa gluten, një varietet akoma dhe më i shëndetshëm se alternativat të tjera. Misri është i pasur gjithashtu me nivele shumë të larta të fibrave, shumë të rëndësishme këto element për organizmin tuaj. Shumë prej nesh kemi mungesa të fibrave në organizëm. Si çdo perime tjetër, misri i verdhë është jashtëzakonisht i pasur me fibra, të cilat i bëjnë mirë sistemit tretës. Përzgjedhni misrin me kallin të mirë formuar me një ngjyrë të verdhë dhe mostaqe të arta. Informohuni për kohën e mbledhjes së kallinjve të misrit dhe blini vetëm ato që janë të freskët, sepse me kalimin e kohës misri mund të transformojë sheqerin në një seshte, të humbasë gjithashtu edhe shijen e tij të ëmbël dhe të krijojë një sër efektesh negative për shëndetin tuaj. Ekspertët shtojnë një zëri se konsumi i misrit brenda rekomandimeve tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Misri është një nga ushqimet më të preferuara të verës, të cilën mund ta kombinoni shumë lehtë në vaktet tuaja ditore, dhe përfitimet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse. Por, a do të thotë kjo se vërtet duhet të konsumoni misrin si një përzgjedhje për të humbur kilogramet e tepër? Nëse shtoni misrin në dietën tuaj ditore, mund të përfitoni shumë për shëndetin tuaj, që nga syt gjithashtu edhe të shëndeti jashtëm. Ka vlera ushqyese siç janë fibra, të cilat bëjnë të mundur gjithashtu edhe humbjen e kilogrameve të tepërt. Ndaj konsumi i misrave në formën e tyre të papërpunuar mund të jenë një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese për organizmin. Për shkak të sasive të larta të fibrave, misri është dëshmuar si një nga ushqimet fantastike për personat që duan të humbasin në peshë, duke i siguruar atyre një mbrojtje më të mirë të organizmit. Misri është i pasur me antioksidantë të cilët ndihmojnë në procesin e humbjes së peshës, duke siguruar kështu përmirësim të formave trupore. Ai përmban antioksidantë që përmirësojnë metabolizmin.
Misri është mjaft i pasur me minerale dhe vitamina dhe një burim i shkëlqyer i vitaminës B5, acidit folik, niacinës, gjithashtu vitaminës C, fosforit, kaliumit dhe magnezit. Një filxhan me misër do të ofrojë rreth 154 gram misër të verdhë, 177 kalori dhe 41 gram karbohidrate. Përqindja e proteinave gjithashtu është shumë e rëndësishme për mbrojtjen e organizmit. Ekspertët e cilësojnë misrin si një prej përzgjedhjeve më fantastike me dobi të larta për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga misri i freskët, të cilën mund ta shtoni fare lehtë në dietën tuaj, sigurohuni ta keni pjesë të dietave tuaja ditore, dhe roli i tij fantastik për organizmin do të luajë një rol të mirë edhe në lehtësimin e inflamacioneve. Duhet të theksohet se misrin e gatuar mund të rrisni nivelin e acidit ferulik duke siguruar përfitime të shumta edhe në menaxhimin e problemeve të kolesterolit, diabetit dhe hipertensionit. Misri gjithashtu ka beta-karoten dhe karotenoide të cilat ndihmojnë në parandalimin e shumë reaksioneve të ndryshme oksiduese, të cilat mund të ndikojnë drejt për së drejti në aktivitetet tuaja shëndetësore. Ekspertët e Healthline e cilësojnë misrin si një prej përzgjedhjeve më të mira për të nxitur përfitime të duhura të shëndetit. Për sa kohë e konsumoni brenda rekomandimeve dhe pa e tepruar, misri do të kthehet në një nga aleatët më të çmuar të organizmit të njerëzit dhe do të mbajë gjithashtu larg komplikacionet e tij. Misri është një nga ushqimet më të pasur me vlera të larta ushqyese. Ai jo vetëm që ju siguron kaloritë që nevojiten në baza ditore, por përshpejton gjithashtu edhe metabolizmin tuaj në tërësi, dhe konsumi i tij në formën e papërpunuar është një zgjidhje shumë e pasur me vitaminën A, vitaminën B, vitaminën E dhe shumë minerale të tjera të rëndësishme. Ndaj konsumi i tij në bazat tuaja ditore do të luajë një rol të mirë në menaxhimin e një sër komplikacionesh. Përmbajtja e lartë e fibrave tek misri do të luajë një rol të rëndësishëm në parandalimin e problemeve të kapsllëkut, hemoroideve dhe problemeve të ndryshme të zorrës së trashë. Antioksidantët që përmban misri do të veprojnë si një ndihmë parandaluese kundër problemeve që shkakton edhe Alzheimeri. Uluntimet kanë treguar se misri është një nga burimet më të mira të lëndëve ushqyese si për njerëzit ashtu dhe për kafshët, duke u konsumuar brenda rekomandimeve të duhura ditore dhe duke u shtuar vazhdimisht në dietën tuaj. Misri do të luajë një rol të mirë menaxhues kundër këtyre komplikacioneve dhe do të mbajë larg gjithashtu shqetësimet e tij. Sigurohuni që misrin që shtoni në dietën tuaj ta keni sa më të freskët dhe mbi të gjitha të mos ketë kaluar shumë kohë nga këputja e tij, në mënyrë që ai të mos humbasë vlerat e tij ushqyese dhe të japë vetëm përfitime të mira për ndihmën e organizmit. Misri është baza e mineraleve të dobishme për trupin, si fosfori, magnezi, mangani dhe zinku, hekuri dhe bakri që gjenden në të gjitha varietetet e misrit. Ai përmban gjithashtu sasi të vogla të mineraleve si seleniumi, të cilat janë të vështira për të gjetur në shumë dieta normale. Fosfori te misri është i nevojshëm për të rregulluar rritjen e shëndetit të kockave dhe funksionet optimale të veshkave. Përveç kësaj, misri është i rëndësishëm për ruajtjen e shëndetit të zemrës e rritjen e dëndësisë minerale të kockave. Misri është një depo e vërtetë e vitaminave. Rekomandohet ta shtoni atë në dietën tuaj për shkak të përfitimeve që ofron. Hani misër për sy më të shëndetshëm. Degenerimi makular dhe katarakti janë shkaqet kryesore të çrregullimeve të ndryshme vizuale, të cilat mund t'i përjetoni vazhdimisht. Ndërkohë që infeksionet dhe problemet e përditshme mund të luajnë një rol të madh negativ, shtimi i misrave në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj dhe të mbajë larg edhe komplikacionet. Sigurohuni që misrin që shtoni në vaktet tuaja ta keni sa më të freskët. Kështu rezultatet që do të merrni në fund do të jenë gjithashtu edhe më të plota. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.